Zoti Berisha, kush e dha urdhrin për të qelluar jo me fishek manovre, por me fishek ruftarak? Ai urdhër është në mendjen tuaj, se ka dhënë njëri. Të garantoj që s'ka ka për një audio, ai urdhër është në mendjen tuaj dhe të atyre që trillojnë. Po, të flas për apo. Të falsifikosh një zë është gjëja më e thjeshtë. Dhe unë po u them ju këtu që janë imituar në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, por gjerdhe të president të Shteteve të Bashkuara, të Barack Obamas. Kështu që këto janë çështje të cilat nuk kanë asnjë lloj një urdhër i dal pas 13 vitesh. Një ditë pas protestës së 21 janarit, shefi i Gardës së Republikës në atë kohë, Andrea Predi, u shfaq në publik me sy fëmijë. A mund ta shpjegoni çfarë ka ndodhur? Më mirë se kushdo tjetër, çfarë ka ndodhur e shpjegon secili person që ka përjetuar. Andrea Predi ka qenë në kryet e detyrës gjatë gjithë ditës dhe në vlerësimin tim ai ka bërë të pamundurën që të përmbush detyrimet ligjore të tij. Kaq.